vrasja e 20 vjeçarit portugez, turist në Ksamil, është një akt sipas të dhënave pothuaj vrasje shtetërore. E them këte në kuptimin jo sa u ekzekutuar nga njerëz me uniformë, por në kuptimin se e vërteta industria turistike në Sarandë është në kthetrat e krimit. Në Sarandë, shteti dhe krimi janë një. Ligji nuk ekziston. Në Sarandë, dhe jo vetëm, flitet gjërësisht për një ekonomi të bazuar në trafiqe droge njerëzore të tjera, e cila gëlon nga darka në mëngjes, në lokalet e natës. Të cilat funksionojnë gjernagim në plazhet e pushtuara ku zgjidhet një metër plazh publik, por të gjitha të dominuara nga të fortit dhe shet që shesin shezlonga qindra euro. Por vrasja e turistit portugez ka dhe një karakter konkret shtetëror, sepse në këtë akt makabër, e quaj makabër, erdhi të bëj pushime tek ne ai. Dhe tani ai përcillet në arkivol. Në këtë akt makabër, bashkëpunëtori ishin të paktën 3 punojës me uniformë. Kjo dëshmon se cila shkalla e lartë e inkriminimit të rojeve të sigurisë në këto lokale. Ata në vend se të parandalonin krimin, e fshehen për orë të tëra krimin. Në mos, hetimi do të regoj, nofta, edhe morën pjesë në masakrimin e 20 vjeçarit portugez. Një turist mund të humbas jetën në një vend, mund të ndodhë dhe të marrë goditje fatale, por turisti portugezi ndodhen këto në një mjedis, ku rojet e sigurisë ishin punojës shtetëror. Dhe kjo dëshmon se cila shkalla e lartë e inkriminimit, dhe njëherë, ata punojës kishin detyrë ta parandalonin. Nuk mund të them se futën apo jo thika në trupin e turistit,
po atë që them ata bërë një krim të shëmtuar, sepse e fshen krimin. E fshen krimin e shëmtuar. Dhe shëmtia vazhdon më tej kur krerët e narkoshtetit rrahin gjoksin për sukses se u kap vrasësi. Pas shumë e shumorsh. Në vend se duhet të skuqeshin me turp për aktin që ndodhi në duart e shtetit. Portugezin, pra, e vrau mjedisi kriminal, i krijuar nga narkoshteti në Sarandë, në Ksamil dhe në gjërë. E vrau mjedisi i dominuar nga të fortit e shtetit. Thika ishte vetëm mjeti, instrumenti këtij mjedisi. Sot, ambasada të vendeve partnere kryesor njoftojnë qytetarët e tyre apo u tregojnë listën e lokaleve në të cilat nuk duhet të shkojnë. Që të gjitha këto kanë licenca. Pra ato vazhdojnë punën pas një lloj shqetësimi sepse janë të miqve të qeverisë. Saranda njohu 2 ngjarje, kjo është më tragjike, por më parë u shkelmua oficeri i policisë. 2 javë më parë u vra tjetri në derë të shtëpisë aty. De facto rendi është në duart e krimit. Dënoj me forcën më të madhe dhe një herë shprehushtrim e familjes. Çdo shqiptar duhet shprehushtrim e kësaj familje. I Birisa erdhi në Shqipëri për pushim. Kthehet në Arkivol nga banda shtetërore. Faleminderit. Zoti Berisha, kush duhet mbaj përgjegjësi direkte për përgjakjen e sezonit turistik në vend dhe çfarë masash mendoni se duhen marrë për ta parandaluar këtë situatë? Faleminderit. Pa diskutim që në plan të parë është drejtori i përgjithshëm i policisë dhe linja e STI por të garantoj që Saranda ka tentakulat edhe gjithë bregu të Edi Ramës dhe drejtuesve tjerë të partisë krimit në parlament, në qeveri e kudo. Nuk ka diskutim që policia ka përgjegjësi absolute në këtë rast. Po këta përgjegjësi nuk ndjej. Nuk ndjej. Aty organet e sigurisë në këto lokale janë të përbëra nga rrogtar shteti që sillen si bandit dhe spyesin për asgjë. Saranda, turizmi, si që tregojnë kjo rast dhe rastet tjera, është kryesisht në duart e krimit dhe antiligjit.
Çfarë pasojash mendon se sjell pikërisht të ngjarje që ju i denoncuat përgjakja e sezonit tek turizmi drejt për drejt në Shqipëri? Natyrisht, pasojat janë shumë negative. Pasojat janë një emër i keq për Shqipërinë si vendi ku vriten turistët. Nuk ka më keq se kaq. Gjithnjë më shumë bëhet e qartë se narkotikët dhe se Shqipëria është një rrezik për ata që vinë dhe për jetën e tyre.